dhe në qeveri teknike, nuk ka arriti. Dhe më thonë, ka qenë kërkesë drejt, por nuk ka qenë kërkesë drejt, por nuk ka arriti ta bëj. Si pas mendimit tim, këto që i ka arriti nuk janë pak. Se nuk është një loj, si kur t'ishte ta zemë, këto emra që janë aty, se s'po i përmen Gjafa, Peleqi. Për shumë Peleqi unë e ka pas kundërshtar në Kolonjë. Në myti me gjithë administratën duke ne gjithë kohën e dje. Nuk është një loj. Nuk është zëvës kërnizë në Kolonjë, një gjithë Shqipëria. Po mirë, okej, po zgjedhës janë dhëtje. Kështu që një farë... Zëmarë Benamete, çfarë do të bëndë? Gjykoj që ka fitu opozita, diçka, pra ka rregullu, si thua, një situatë më të favorshme, por nuk ka rritë perfeksionet dhe atë që duhet. Se ju thoni që do ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Faktikisht, partitë e vogla sulmohen në këtë rast, jo vetëm se sulmohen për shkak se nuk kanë fuqi të marrin vota, po as nuk ruajnë dot vota. Kështu që vota që mund të shkojnë për shembull PD-us, jam i sigurt që shumë nga votat. Ne si kemi të gjitha tavolinat, kemi gjysmën e tavolinave. Okej, votat që i shkojnë pas. Po do juaj është parti dhe i shihni votat e kësaj radhe, ne nuk kemi parti e vogël, nuk është kjo. Në parim, unë them që ka në parim është diçka shtrëmbër. Është ndërtuar keq. Po. Mund mos i shkojnë pas fatikisht, sepse numërohen nga tjerët. Unë nuk e di se si, domethënë mund t'i ruajmë. Gjithsesi, unë mendoj që duke pasi kemi një kaos, të hymë zgjedhjet, provojmë vetëm, mund të marrim një numër votash 30-40.000 vota, mund të qesim 1 ose 2 deputet, ose të hiqë së bo Qameti, por rëndësishme është që situata nuk është ashtu siç ishte. Kështu në këtë kontekst, unë mendoj që dy palët kanë arrit diçka. Në një marrëveshje kurs mund ketë një fitus. Të dy palët duhet lëshojnë, edhe kjo ka qenë gjatë gjithë kohës që ne bëjshim thirrje edhe Bashës, edhe Ramës që duhet të lëshojnë, sepse jeni të dy njësoj të fajshëm. Garanci nuk janë, por gjithsesi mendoj që nuk është e njëjta situatë. Si që ka njëjtë situatë me një qeveri me ato emra që ishte aty, me një qeveri me disa njerëz që janë teknik, nuk janë një lloj. Gjithmonë ky është mendimi. Kur i than atëherë zotit Basha, than po sikur dhe ministra teknik, ai tha jo se i blen Rama po t'jen teknik tha. Tani do i veni teknik gjithore, ka një çik frikë se ja blen prap Rama? Apo kësaj here nuk u tërhoqim nuk i blem Rama për këto i unë nuk mund përgjigjem për atë që ka thënë Basha. Unë po them kështu, nuk është një lloj. Tash ti mendon ti këtë gjë. Samir Tahiri po themi apo Fatmir Xhafa me një teknik. Ora, e blen Rama këtë. Një gjë, gjithkohon opozita ka thënë duhet shkpusim lidhjet e krimit me qeverinë, lidhjet e drogës me qeverinë. Po kështu ka thënë, Basha dhe ne. Qeveria i jep akses kriminalëve dhe njerëzve që kultivojnë kanabis. Në këtë mënyrë shkputet një famase. Ma gjej këto përgjigje. A i blen më Rama këto teknikët e rinj që do vjen apo nuk do i blejnë më këto? Sepse kemi qenë këtu neve te kjo studio kur thanë çdo teknik na e blen Rama. Atëherë bëjmë unë tani sa janë thënë këtu në studio, ti rrish mbrapa, duhet thirrësh me vrap. Ju blen dhe juve. Nuk kuptoni ti bëj një pyetje.